Përshëndetje nga unë. 3 vota ka Haliti edhe 2 vota ka Fiqiri Basha. Ja për 20.000 lekë apo 20.000 lekë. Çfarë thonë? 50.000 lekë për 2 vota. Ai 100.000 lekë japim atij që ka 3, hajde. Është një histori e rëndë e cila ka nxjerrë në ditën për diell duart e pista që janë në fakt problemi i zgjedhjes në Shqipëri. Alo, Lafrim Murati. Po, drejtori i arsimit. Urdhë, a ke votu? Jo akoma. Mos kemi llafe, votat I du haptas. Sot vota jote, 1. Edhe familjes 2 do të deklarohet haptas. Duart e Kusarit që nuk fiton dot me vota, po vetëm duke grabitur vota. Drejtori I shkollës thuj me deklaru votën hapur sa I ke për PS-n. Ndryshe, ditë në han tregoja kuptoj. Merren telefon një nga një, gjithë drejtora në telefon. Po gra, burra, çfarë tien? Në qoftë do të jenë, do të jenë. Nuk duan pjesë son se va kam shiro. Ky posaçërisht është një rast që përbën një moment kulmor që do të përcaktoj se në çfarë Shqipërie do të jetojmë. Dgjoj. Po ti mendon që kemi realizuar piktin, a? Për këtu që unë më them që po. E pra, për kë ka vesh dëgjoj është një kamban alarmi